nëse në një ditë qëllon Bajrami edhe Xhumaja, a e kemi detyrë ta falim Xhuman? Nëse në një ditë qëllon namazi i Bajramit dhe namazi i Xumas, përderisa kemi falur namazin e Bajramit, nuk e kemi detyrë ta falim Xuman. Kështu kuptohet nga një hadith i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Imami kuptohet siç del nga hadithi i Profetit sallallahu alaihi wasallam, do ta fal namazin e Xumas, ndërsa për besimtarët nuk është detyrë që të shkojnë të falin namazin e Xumas. Nëse duan, shkojnë të falin, nëse duan nuk shkojnë ta falin, por kush nuk do të shkojë të falë namazin e Xumas në xhami, duhet të falë në shtëpi namazin e drekës. Nuk duhet ta lëjë namazin e drekës, sepse Xumaja është në vend të drekës. Nëse nuk fal Xhumon, atëherë do falësh patjetër namazin e drekës. Për shembull, udhëtari nuk fal namazin e Xumas, atëherë ai patjetër do të falë namazin e drekës.